Në Kuçov kanë përfunduar punimet për rrugën e fshatit Fier-Mimar, një investim i rëndësishëm që pritet të lehtësojë ndjeshëm lëvizjen e banorëve dhe të përmirësojë aksesin në zonë. Ky projekt dëshmon edhe një herë angazhimin për realizimin e punëve konkrete në çdo njësi administrative të Bashkisë Kuçov, si dhe përmbushjen e një premtimi të dhënë nga kryebashkiaku Kreshnik Hajdari për banorët e këtij fshati. Banorët e zonës shprehen se kjo rrugë do të ndikojë drejt për drejt në përmirësimin e jetës së përditshme, duke lehtësuar transportin dhe lidhjen me zonat përreth. Investimi gjithashtu pritet të nxjisë zhvillimin ekonomik lokal, duke krijuar më shumë mundësi për bujqësinë dhe bizneset e vogla. Infrastruktura e re sjell më shumë siguri për drejtuesit e mjeteve dhe këmbësorët, sidomos gjatë stinëve me kushte të vështira ekonomike. Ky është një tjetër hap konkret drejt modernizimit të infrastrukturës rrugore në territorin e bashkisë. Autoritetet lokale theksojnë se projekte të ngjashme do të vijojnë dhe në zona të tjera rurale. Ndërkohë, projekte të tjera janë parashikuar të jenë pjesë kryesore e investimeve për Kuçovën dhe gjatë vitit 2026. Mesazhi mbetet i qartë, puna konkrete dhe investimet janë prioritet për qytetarët e Bashkisë Kuçov.